Jezusi nuk është, thot, vula pra e profetëve, por, thot, Zoti. Pjesa e parë, Jezusi nuk është vula e profetëve e ke sakt, sepse vula e profetëve është Muhamedi a.s. Jezusi është njëri ndër profetët më të zgjedhur të Allahut të lartësuar, por nuk është vula e profetëve. Zoti i gjatësisë na tregon në Kur'an se Jezusi tha: "Wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmed." Dhe kam ardhur si përgëzues për ardhjen e një profeti i cili do të vijë pas meje, i cili quhet Ahmed, pra Muhamedi a.s. Dhe Muhamedi a.s. është vula e profetëve. Ndërsa përsa i përket pjesës dytë, vetë Bibla thot Jezusi u lodh, ndërsa në një verset tjetër thot Perëndia nuk lodhet. Pra, Jezusi ishte njeri, robi i Zotit dhe i dërguar i tij, ndërsa Zoti i gjatësisë është krijuesi absolut, ai nuk lodhet, nuk dremit, nuk vdes Zoti i gjatësisë. Thiri mendjes dhe reflekto. Besoje Allahun e lartësuar një të vetëm, krijuesin e gjatësisë. Besoje Isain a.s. si robi i Zotit dhe i dërguar i tij, dhe beso vulën e profetëve Muhammedin a.s. si robi i Zotit dhe i dërguar i tij.